Spitali i Përgjithshëm Isa Greza në Gjakov ka pranuar mirënjohje nga Republika e Shqipërisë, duke falendëruar stafin, mjekët, infermierët dhe menaxhmentin për shërbimin që bëjnë ndaj pacientëve nga Shqipëria. Mirënjohjen e ka dorëzuar ambasadori i Shqipërisë Petrit Malaj. Ambasadori i Shqipërisë, zotëri Petrit Malaj, në emër të Shtetit të Shqipërisë, pra Republikës së Shqipërisë, e ka nderuar të gjithë stafin e spitalit, pra mjekët, infermierët, menaxhmentin e spitalit të gjithë, për punën që bëhet në spital për gjithë pacientët, por edhe për një pjesë për malësinë e Gjakovës, për shërbimet që japin për këta qytetarë. Është një vlerësim i veçantë, sidomos kur bëhet nga një ambasador. Ambasadori është shumë i kënaqur edhe me punën në spital dhe se ka bërë një vizitë nga afër gjithë institucionit, është shumë i kënaqur dhe ne jemi shumë të emocionuar nga kjo mirënjohje që është bërë nga shteti shqiptar. Shala tha se numri i pacientëve nga zonat veriore të Shqipërisë në spitalin e Gjakovës është i madh, po ashtu edhe numri i lindjeve. Bazuar në raportet që i kemi nxjerrë për 2025, janë më shumë se 6.000 pacientë që kanë marrë shërbime nga këto zona në spitalin tonë. Janë 72 lindje që kanë ndodhur në spitalin tonë, domethënë 72 fëmijë kanë lindur në ginekologjinë në spitalit Gjakovës. Pastaj janë afërsisht 200 operacione që janë bërë. Kemi pas dikun 700 pacientë të cilët kanë qenë të hospitalizuar, të shtrirë pranë spital që kanë marrë shërbime. Është një numër i madh i shërbimeve shëndetësore. Pothuajse gjitha shërbimet që i marrin qytetarë të tjerë dhe qytetarët e Shqipërisë, kjo është fal infrastrukturës, afërsisë. Pastaj numri i mjekëve është më i madh te ne se në Brancorës në zonën e Hasit. Shala tha se pacientët nga Shqipëria janë në shtëpinë e tyre në Gjakov, sepse lidhjet janë vëllazërore.